Hiqej si prokurori Spakut, gjykata lë në burg 49 vjeçarin mashtronte të rinjt se do t'i punësonte. Hetimet kanë zbuluar se Alban Muço ka mashtruar disa të rinj në Sarand, duke u premtuar punësim në institucione të drejtësisë. Ai u kishte premtuar një pagë mujore prej 2.800 eurosh plus dieta dhe shpenzime të tjera. Sarand, 49 vjeçari Alban Muço, i cili u arrestua pasi hiqej si prokuror dhe mashtronte qytetarët, do të qëndrojë në qeli. Muço doli para gjykatës së Sarandës, ku u njoh me masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa u deklaruai pafajshëm. Ai pretendoi se kishte krijuar bindjen se vepronte si prokurori Spakut. Më ishte krijuar bindja se isha prokurori Spakut, jam i pafajshëm, nuk kam dëmtuar asnjë qytetar, deklaroi Muço në sallën e gjyqit. Mashtrimet në Sarand emëronte të rinj si hetues dhe turproja me paga prej 2.800 eurosh. Hetimet kanë zbuluar se Alban Muço ka mashtruar disa të rinj në Sarand, duke u premtuar punësim në institucionet e drejtësisë. Ai u është prezantuar si funksionar i lartë pranë prokurorisë posaçme dhe prokurorisë përgjithshme, duke i emëruar si hetues të BKH-s, shofer dhe truproja personal. Sipas dëshmive të mbledhura, ai u kishte premtuar një pagë mujore prej 2.800 eurosh plus dieta dhe shpenzime të tjera, të cilat sipas tij do të paguheshin nga prokuroria e përgjithshme. Avokati kërkon arrest shtëpie. Klienti vuan nga perceptimi i deformuar i realitetit. Në seancë, avokati i tij, Armand Caushi, kërkoi caktimin e masës më të lehtë, duke argumentuar se Muça nuk ka rrezik për t'u larguar dhe se nuk ka qëllim kriminal. Klienti im ka pretenduar se po jetonte një fazë deluzionale, që mendonte se ishte prokuror, por që pretendon se nuk ka sjell asnjë pasojë të rënda apo paksim të pasurisë personave të tjerë, deklaroi Caushi. Gjykata refuzon vendos arrest në burg. Pavarësisht kërkesës së avokatit, gjykata vlerësoi të ligjshëm arrestimin e Alban Muço dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg, duke vlerësuar rrezikun e lartë shoqëror dhe mundësinë e ndikimit të timit në vijim.